إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, prej tij ndihmë kërkojmë vetëm prej Allahut, falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijoj, dhe atë që lën Allahun e devijim në humbje, askush nuk ka mundësi ta udhëzoj pas tij. Salat e selamet për shëndetet tona më të përzemërta qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe mbi familjet e tij të ndershme, dhe mbi shokët e tij besnik, dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, ashtu që kemi lajmëruar në hutbën e kaluar që sot do të flasim rreth cilësisë së besimtarëve. Nëse lexojmë në Kur'an edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë të mbushura me cilësitë e besimtarëve, se si duhet dhe si duhet të duket një besimtar, si duhet të jetë dhe si duhet të duket një besimtar, qoftë në sjelljen e tij, qoftë në fjalët e tij, qoftë në çdo veprim që vepron. Për atë arsye, vëllezër, kërkohet prej neve që ne vazhdimisht të lexojmë Kur'an dhe të shfletojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu që ta krahasojmë veten tonë se ku jemi me ato cilësi të cilat i ka kërkuar Allahu Azza wa Jall prej neve. Besimtari duhet të jetë vetë kritik, ta kritikoj veten, ta shikoj veten, ta llogaris veten e vet, se ku qëndron ky njeri në raport me Allahun Azza wa Jall, raport me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, raport me besimtarët dhe me mbar njerëzimin. A është aty ku ka kërkuar Allahu Azza wa Jall të jetë ky besimtar apo jo? Allahu Azza wa Jall në Kur'an e ka zbrit një sura, e cila sura quhet El-Mu'minun, besimtarët. Dhe po fillojmë nga kjo sura. Thot Allahu Azza wa Jall, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë ata besimtarë që kanë shpëtuar? I përmend cilësitë atyre besimtarëve Allahu subhanahu wa taala dhe thot alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata besimtarë të cilët në namazin e tyre ishin të përullur. Për të qenë njeriu i përullur në namaz, duhet të jetë i koncentruar në namaz. Përullja në namaz dhe në nshtrimin dhe Allahu subhanahu wa taala, që ti të përkujtosh çdo veprim që je duke bërë, se je duke qëndru para të madhit Allah. Që nga qëndrimi gaditu në namaz, pra në qiyam, gjë që tregon se je i gatshëm para madhrisë Allahut subhanahu wa taala për çdo gjë që ka kërkuar Allahu Azza wa Jall prej teje. Je në shërbimin e Allahut Azza wa Jall. E pastaj rukuja, ku ti je duke shpreh përuljen ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe këtë duhet ta kujtosh gjatë namazit. Dhe më pas shkon në sejdë, ku e madhron Allahun Azza wa Jall në pjesën më të ulët, pa në tokë, e vendos ballin dhe hundën, që njeriu ndaj askujt nuk e vendos ballin dhe hundën përpos ndaj krijuesit të tij, ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, namazi ynë duhet ta përkryejmë namazin, jo të jetë çdo namaz. Allahu kur ka thënë në Kur'an aqimis salah, ka thënë përkrye namazin. Do më thonë, fare namazin
në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e përkujtu Allahun subhanahu wa taala, duke ditë se çka je duke lexuar në namaz. Shiko se ku e ke zemrën dhe ndjenjat e tua gjatë qëndrimit para të madhit Allah. A je i koncentruar në namaz, apo nuk din se a e ke lexuar elhamin dhe pas elhamit cilën sure e ke lexuar, dhe çka ke thënë në namaz, dhe çka je lut në namaz? Mos të jetë namazi ynë vetëm një formë pa thelb dhe pa përmbajtje. Mos të jetë namazi vetëm dukje e kurse ti mos me pas asë një raport dhe asë një komunikim si që duhet me Allahun gjatë namazit. Andaj, kur ka kërkuar Allahu Azza wa Jall ne ta falim namaz, ka kërkuar që ne në namaz ta përmendim Allahun subhanahu wa taala. Lutjet tona për ndryshe nuk kanë efekt nëse nuk jemi të koncentruar dhe të jemi të bindur në përgjigjen e Allahut Azza wa Jall dhe të jemi të sinqert atë çka kërkojmë dhe me atë çka lutim Allahun subhanahu wa taala. Sepse për ndryshe fjalët dhe llafet që i flasim dhe që i lexojmë, nëse nuk jemi duke ditë se çka thojmë, atëherë jemi sikurse në kotje apo të përgjumur. Nuk dim se çka kemi fol. E Allahu Azza wa Jall e pranon vetëm lutjen kur gritet ajo lutje për një zemre që është ajo zemër e bindur se çka është duke fol dhe çka është duke lexuar dhe me çka është duke lutur Allahun subhanahu wa taala. Andaj, gjëja e parë që duhet prej besimtarit ta përmirësoj është namazin në relacion me Allahun subhanahu wa taala. E dyta që Allahu Azza wa Jall i lavdëron këta besimtar, thotë se këta besimtar janë të larguar dhe largohen prej gjërave të kota dhe prej llafeve të kota dhe prej njerëzve të kot. Besimtarët kotësin nuk e dojnë, sepse nuk shpërblehen. Kotësia i largon nga Allahu subhanahu wa taala, i largon nga udhëzimi Allahut Azza wa Jall. Andaj çdo gjë që është e kot, e çka është e kot? Çdo gjë që nuk të afron tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe çdo gjë që nuk të largon prej gjërave të këqija është e kot. Dhe besimtari duhet të jetë ai i cili e shfrytëzon kohën e tij dhe mundësinë e tij për t'u afruar tek Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu, në vazhdim të këtij ajeti, Allahu Azza wa Jall i lavdëron besimtarët duke thënë walladhina hum lizzakati fa'ilun, dhe ata besimtar të shpëtuar janë të cilët japin zekat. Fjala zekat, vëllezër të dashur, do të thotë pastrim. Pastrim i raportit tënd me Allahun subhanahu wa taala. Pastrim i pasurisë tënde nga çdo gjë që ndoshta është përzier në pasurinë tënde. Andaj është obligim për çdo besimtar, sikurse që është obligim namazi, është obligim edhe dhënia e zakatit dhe dhënia e sadakas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakatin dhe sadakan e ka quajtur edhe argument. Argument për imanin tënd, se këtë punë, dhënien e sadakas dhe zakatit, nuk e bën vetëm se ai njeri i cili ka iman tek Allahu subhanahu wa taala dhe pret që Allahu Azza wa Jall me shpërblyj atë njeri dhe ka frikë nga dënimi Allahu subhanahu wa taala, andaj ky besimtar don që me zbatu urdhrin e Allahut subhanahu wa taala dhe asesi mund dëshku nga i madhi Allah. E pëson cilësia tjetër e besimtarëve në këtë ajet, ku thot Allahu Azza wa Jall walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim, dhe ata të cilët i ruajnë organet gjenitale të tyre nga haramet, përpos nga bashkëshortët e tyre. Vëllezër të dashur, besimtari ballafaqohet me epshin e tij dhe me kojtin e tij
dhe e përkufizon vetveten e tij dhe ndalet aty ku na ka mësuar Allahu më undal. Andaj zinaja, imoraliteti dhe çdo gjë që rrjedh në këtë pikpamje është ndaluar dhe është haram. Dhe njeriu do të ballafaqohet me ndëshkimin e Allahut subhanahu wa taala, andaj duhet që të pendohet nga çdo veprim i keq, nga çdo haram, të shkojë tek Allahu azza wa jall i pastër, sepse vdekjes nuk i dihet. Po ashtu vazhdon Allahu azza wa jall me cilësi tjera vëllezër nderuam, e ajo është ruajtja e emanetit. Ruajtja e emanetit. Nëse diçka i besohet besimtarit, ai duhet që ta ruaj atë çështje me kujdes dhe me përgjegjësi. Vëllezër nderuam, emanet është edhe kur të besohet një pozitë. Shef, drejtor, kryemjeshtër, punëtor, është emanet tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse e ke pranuar një punë, një obligim, një detyrë me dëshirën tënde, duhet që t'i dalësh Zot ashtu që ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë erdhi Ebu Dherri, erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, kur e pa pejgamberi alayhi salam që disa sahabi po i përcakton në disa funksione shtetërore, filani kryetar bashkie, filani perfekt për filan vendin, perfekt për filan rajonin, e kështu me radhë, sikurse në çështjet e zgjedhjeve. I ka emëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam udhëheqësit. Ky sahabi ka ardhur se nuk e ka caktuar me ndonjë udhëheqësi dikun. Dhe po i thot, oj dërguar Allahut, ma jep ndonjë funksion, ndonjë pozitë. Pejgamberi sa mi tha, jo, tha, për ty tha jo, sepse je njeri i dobët në këtë aspekt. E pozita është përgjegjësi. Është përgjegjësi dhe në ditën e gjykimit, njeri do t'i bi pishman, pse ka pasur atë pozitë, sepse pozitë sa më të lartë në dynja, përgjegjësia më e madhe dhe llogaria më e madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj e këshilloj që ai mos të merr ndonjë pozitë. Andaj vëllezër të dashur, nuk është e lehtë që dikush me dalë dhe me kërku vota, ma jepni mua, ai tjetri ma jepni mua. Kjo është punë e lehtë me gojë, por është përgjegjësi e madhe para të madhit Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi Aliun radiallahu anhu. Dhe kush ishte Aliu radiallahu anhu? Prej besimtarëve të parë, njeriu i drejtë, udhëheqës, komandant, khalife më pas u bë. Dhe pejgamberi sa mi tha, o Ali, mos kërko kur udhëheqje. Kur ti mos kërko për veti udhëheqje, mos kërko post. E nëse të jipet pa kërku, atëherë do të ndihmosh prej Allahut azza wa jall. E nëse të jipet me kërkesën tënde dhe me insistimin tënd, nuk do ndihmosh prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj duhet të kemi kujdes me përgjegjësitë që i marrim dhe që na jipen. Emanetin ta dërgojmë në vend ashtu çish duhet një person të jetë përgjegjës para parasysh funksionit dhe para parasysh pozitës që e ka në këtë botë. Cilësia tjetër që Allahu azza wa jalla lavdon besimtarët, thot përsëri kthehet në namaz, thot walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, dhe ata besimtarë të cilët ala salavatihim yuhafidhun, dhe besimtarë të cilët për kujdesen për kohët e namazit, nuk e lën namazin me i ik, është i kujdesshëm. Këta janë pra besimtarët që i ka lavdruar Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall në ozër në rrugën e drejtë, dhe të na i falë mëkatet e qulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa lakum.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa atammu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatu e selamit i dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wa salam. Vëllezër të dashur besimtar, këto ishin vetëm disa cilësi në surën El Mu'minun. Kemi edhe cilësi tjera në disa ajete të ndryshme dhe sure të ndryshme në Kur'an, e që vetëm disa do t'i përmendim dhe disa të tjerë që gjenden në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall i ka lavdruar besimtarët dhe besimtaret, të cilët kur diçka gjykon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndonjë çështje, ata nuk kanë zgjidhje tjetër. Ky është besimtar. Nëse për një besimtar thuhet Allahu ka thënë kështu, dhe pejgamberi sa më ka thënë, dhe ai thot nuk e merr fjalën e Allahut, nuk e merr këshillën e Allahut dhe vepron ndryshe, ai pra ka vepruar sipas epshit të tij. Për çdo mosmarrveshje, ka kërkuar Allahu Azza wa Jall që mosmarrveshjet tona t'i kthejmë tek Allahu dhe tek i dërguari Allahu subhanahu wa taala. Aty të gjykojmë, aty të shikojmë se ku jemi dhe ku duhet të qëndrojmë dhe si duhet të veprojmë. E jo të vazhdojmë në mosmarrveshjet tona duke e injoruar fjalën e Allahut Azza wa Jall dhe duke injoruar drejtsinë e Allahut apo të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, Allahu Azza wa Jall ka kërkuar prej besimtarëve që të respektojmë Allahun. Cilësia e besimtarit është që e respekton Allahun edhe respekton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka lavdruar Allahu sahabët sepse kur i ka ardhur urdhni Allahut Azza wa Jall, kanë thënë semi'na wa ata'na. Dëgjuam dhe respektuam. Urdhni Allahut subhanahu wa taala nuk diskutohet, sepse është urdhri i krijuesit, urdhri i cili nuk gabon. Po ashtu, besimtarët në fillim të surës Al-Baqara i ka lavdruar Allahu Azza wa Jall besimtarët sepse ata i besojnë gajbit të msheftës. I besojmë gajbit të nëse nuk e kemi parë Allahun Azza wa Jall, por e ndijim, e shohim ndihmën Allahut Azza wa Jall, krijesat e Allahut subhanahu wa taala, gjë që tregojnë për të madhin Allah. Si u krijuan këta njerëz? Nuk u shpikën nga asgjë, është një krijues i cili i krijoi këta. E besojmë ditën e Kiametit, veç pse na ka treguar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e mshef për ne, por i besojmë sepse i kemi besuar Allahut, i kemi besuar Kuranit, i kemi besuar pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I besojmë melekët, i besojmë gjinët, shejtanët që ekzistojnë. Allah na ruaj prej tyre. Po ashtu vëllezër të dashur besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: besimtari nuk kafshohet për një bire 2 herë. Pa nëse një njeri është kafshuar nga gjarpri apo nga akrepi 1 herë, pra edhe kështu është edhe besimtari. Nëse është mashtruar 1 herë, herën e dytë nuk mashtrohet, sepse besimtari, pejgamberi sa më ka thënë për besimtarin, besimtari është kejjisun fatin, që do thotë besimtari është larg pamës dhe i zgjuar. Nuk bën besimtarit të mos jetë i zgjuar. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, besimtari është vllau i besimtarit, e ruan, e mbron, ja ruan pasurinë, ja mbron familjen, edhe kur ai nuk është prezent. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se nuk është besimtar i denj dhe i sinqert ai i cili nuk e don ndaj vllaut të vet besimtar atë edhe çka e don për vetveten e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë besimtari nuk gënjen. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ai njeri, ai besimtar i cili përzihet me njerëz dhe duron ndaj shqetësimeve të tyre, është më i mirë se ai i cili nuk përzihet me njerëz dhe nuk duron.
Andaj, duhet që njeriu të jetë komunikativ, të përzihet me ta, të afrohet me ata, të ndihmoj atyre, edhe nëse gjen ndonjë shqetësim prej tyre, apo ndonjë llaf që ai besimtar të duroj, dhe ky është më i mirë se sa ai tjetër i cili e mbyll derën e tij dhe rrin në shtëpi dhe nuk komunikon dhe nuk përzihet me njerëz, as nuk afrohet me ta. Dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, besimtarët qëndrojnë në kushtet e tyre. Nëse ke premtuar diçka, duhet të qëndrosh në atë kusht. Nëse keni vendosur si ortak kushte, duhet që të qëndroni në ato kushte. Nëse shefi me punëtor, drejtori me punëtor, apo ndonjë përgjegjës kudo që është, kanë vendosur dhe janë marrë vesh dhe kanë një kontratë që kanë vendosur kushte të dy anshme, duhet që të jenë përgjegjës dhe atyre kushteve dhe të qëndrojnë të sinqert në ato kushte, sepse kjo është prej cilësive të besimtarit. Dhe shumë cilësi tjera janë që e shërbejnë njerëzimin këto cilësi, dhe e shërbejnë vetë njeriun dhe e shpërblejnë njeriun tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na boft prej besimtarëve të denj, besimtarëve të sinqert. Elusim Allahun azza wa jall na udhëzon në rrugën e drejtë. Elusim Allahun të na falë mëkatet. Elusim Allahun përmes neve të udhëzojë dhe të tjerët. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na ruaj neve, të ruaj vendin ton, popullin ton dhe mbar besimtarët kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun azza wa jall të shëroj të sëmurit e muslimanëve, t'i laj borxhet e tyre, t'i mëshiroj të vdekurit tan. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.